të nderuar kolegë deputet, përpara se të nisë prezantimin e buxhetit sektorial për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, 11 programet që ajo përfshin, dëshiroj të them disa fjalë që ja kam borxh mira qytetarëve, që më kanë besuar përfaqësimin e tyre. Më duhet të them disa fjalë jo për të kompensuar baltën, aludimet, gjysmë të vërtetat dhe gënjeshtrat e thëna me bollëk kotoko, por për detyrimin që kam ndaj kujdo në këtë vend që beson tek puna dhe jo tek balta. Nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna, pasi besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, është duke kryer misionin për cilin u reformua. Patjetër, me pikat e saj të dobta, me pikat e saj të forta, por si gjithçka e re, konsolidohet dita ditës. Nuk do më dëgjoni kurrë të merrem me prokuror e gjyqtar, pasi secili prej tyre bën detyrën ashtu si e gjykon. Nuk do prononcohem kurrë për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Por, unë si gjithë kolegët e mi të Partisë Socialiste, mbështesim reformën në drejtësi dhe produktet e saj, edhe kur prekemi personalisht, pasi ndryshe, nga sa thoni e mendohet, Partia Socialiste është një formacion politik serioz, i vetmi në Republikën e Shqipërisë, ku fjala e secilit dëgjohet dhe fjala e secilit ka peshë. E ajo reformë ka marrë mbështetjen e çdo socialisti. Ndaj, në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment.